Disa këngëtarë shqiptar e kanë praktikuar që të dashurin apo të dashurën e tyre ta marrin për video spote, e pse jo edhe të këndojnë bashkë. Mirë po, disa nga këto çifte tani kanë fatin të jenë bashkë ose edhe të ndarë. Ti shohim së bashku në rubrikën YouTube. Trendi për ta pasur të dashurin apo të dashurën në spote nga estrada shqiptare vazhdon të jetë ende i pranishëm. Si më parë, edhe tani shumë këngëtarë dhe shumë këngëtare kanë ftuar qoftë si aktor apo qoftë edhe për duete partnerët e tyre. Nora Istrefi kishte bërë bujë të madhe në vitin 2014 kur kishte lansuar spotin tani më bashkë me burrin e saj, Robert Berishën. Ky videoklip ishte komentuar gjatë nga mediat shqiptare, sidomos për skenat e nxehta që ai përmbante. Këngëtari Mark Marku, i cili u zbulua në një talent show të Kroacisë, nuk nguroi që ta ftojë në videoklip të këngës Veç me ty të dashurën e tij Nora Muçaj. Edhe në këtë video nuk mungojnë skenat e nxehta që vijnë nga çifti. Dikur ishin një qift simpatik, këta janë Gëtuar Selimi dhe Elvana Gjata. Në fakt, kjo video u bë shkas që është zbuluar lidhja e tyre. Historia e dashurisë në mes Elvanës dhe Getit i takon së kaluarës, por me rëndësi, kënga të dy edhe sot vazhdon të mbetet një hit. Qifti që është përfolur më së shumti në skenën tonë edhe për kriza në lidhjen e tyre, por edhe për karrierë janë Tuna dhe Kozman. Kënga e tyre Phoenix ishte edhe zyrtarizimi i lidhjes së tyre publikisht për të gjithë fansat e tyre. Këngëtarja Dafina Zeqiri e bëri zakon që në videoklipet e saj të ftoj të dashurit e vet. Këtë ajo e bëri edhe në klipin Dangerous in Love, ku e ftoi krenar Qoqaj me të cilën nuk janë më bashkë. Ledri Vula tentoi që t'i zgjedhë 100 problemet e tij në krah me Angela Martinin. Ai e kishte ftuar Angelën në klipin e tij 100 probleme, edhe pas kësaj ku plasën tash e themet se çifti janë në lidhje. Mirë po lidhja e tyre nuk pati i e gjatësi.